Jam e pandalshme. Hiti këngëtares me famë ndërkombëtare Sia jehonte të mërkurën pas dite teksa më shumë se 300 student të niveleve bachelor dhe master në Kolegjin Ndërkombëtar Univerzum të fuqizuar edhe nga Universiteti Shtetëror i Arizonës në SBA, po shënonin një kapitull plot sukses të jetës së tyre. Kënga sikur shërbente si mesazh për sfidat e reja që i prisnin studentët e rreshtuar që po prisnin për ceremoninë përmbyllëse. Student e profesor u shprehan se klasa 2025 ishte një prej më të mirave që ka nxjerrë Kolegji Ndërkombëtar Univerzum. Fakulteti Univerzum na ka dhënë shumë mundësi që nuk besoj që kena me mujtë me ja u shpërbly, atë shumë që na ka dhënë mundësi të mira. Unë tash po e përfundoj, tash është koha e diplomimit dhe mendoj që të ardhmen të kem një karrierë në vendet të jashtme të Italisë, ku shpresoj që karriera ime të vazhdoj edhe më shumë. Sa përket vitit akademik, mendoj që është një prej më të suksesshme, të pas parasysh tashmë veç e dini, Univerzumi është më i fuqizuar për Universitetin e Arizonës, që është një prej universiteteve më të mëdha në Amerikë, që na, domethënë, na ka shkon edhe një fat për ne për shkak që kemi përfituar shumë si në kuptimin e silabuse, materialet, shkëmbimit të profesorëve, po ashtu besoj që kjo është bartë edhe te studentët tonë. Pashmangshëm, inteligjenca artificiale rroku vëmendje të madhe në fjalimet që mbajtën profesorët e këtij kolegji. Ata thanë se kanë përgatitur studentët për epokën e inteligjencës artificiale. Unë në bashkëpunim me Universitetin Shtetëror të Arizonës kam bërë përpjekje serioze që kjo gjeneratë e diplomuarve të jetë sa më e përgatitur për një botë që po e pret me plot të papritura, edhe si rezultat i ndryshimeve që po sjell inteligjenca artificiale. Zëvendës presidenti ekzekutiv i UNIT Uran Raci ka thënë se 3 vjetët e studimeve nuk kanë qenë të lehta, por fundi dijej se do të ishte i lumtur. Këto 3 vite nuk kanë qenë të lehta. Për disa prej jush kanë nënkuptuar net të gjata pa gjëmë, punë me orar të zgjatur, sfida ekonomike apo edhe personale. Por sot, çdo orë që jeni përballur me të e që ka qenë vështirë ja ka vlerësuar, sepse sot nuk po diplomani thjesht me një diplom, po diplomani me një diplom që mban fuqinë e Universitetit Shtetëror të Arizonës, që është universiteti më i madh publik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për 10 vite me radhë është universiteti më inovativ në Amerikë. Dekania e Univerzumit Isabel Salvat dha një mesazh të fuqishëm se inteligjenca artificiale nuk do të mund ta zëvendësojë njeriu. E për këtë tha se Univerzumi ka përgatitur mirë studentët. Artificial intelligence can process data at lightning speed. It can store vast information, write codes and optimize systems, but it cannot replicate your empathy, ethics, intuition, creativity, curiosity, experience-based judgment, ability to grow and evolve. Edhe dekani i Shkollës së Studimeve Globale dhe Shoqërive në Univerzum Stephen Keck pati një mesazh për studentët. And perhaps the pace of change has never been faster. If the era of digital transformation is anything like the Industrial Revolution, which changed everything on the planet, if that is any guide, buckle up, put your seatbelts on. Misioni i Kolegjit Ndërkombëtar UNI është të mbështesë studentët që të bëhen qytetarë të mirë, udhëheqës të suksesshëm dhe mendje hapur, e gjithashtu edhe të lulëzojnë në epokën digjitale dhe të globalizuar.